Ne sot erdhëm të shohim shkollën këtu në Nerov, që është bë objekt i trajtimit të opinion, shoh punën e shkëlqyer që kanë bërë fshatarët në vetë iniciativë, objekt të ri, asnjë kontribut fatkeqësisht nga shteti. Është edhe shkolla e vjetër e cila nuk plotson minimumin e kushteve. Ne flasim për toaletet, të cilat edhe ujë nuk kanë. Një objekt shkollor pa ujë, natyrisht që është vate infekcion, që sidomos në hepatit, smundje të tjera. Që edhe si deputet zone, edhe që të shoh problemet me cilët përballet këto qytetarë, dhe të shohim që të gjejmë zgjidhje në drejtim të këtij problemi që është. Ai profesor Radalik që Nerova të ketë një objekt dinjitos shkolle, fëmijët të mësojnë në kushte të mira, ne kemi generata që rrisin të shëndoshë dhe generata të cilët pastaj duke mos pas kushte mund të shfaqen edhe probleme shëndetësore. Marrë përsipër që ne trajtojmë si problematik edhe në parlament, edhe në takimet edhe me faktorin ndërkombëtar, në mënyrë që të deportojë zëri të gjitha ato të cilët janë kundër shkollave, objekteve shkollore, dhe me këto edhe kundër normalitetit të jetës. Faleminderit.